ka lëndu dhe shpirtnisht ka sakatu. Prindi me fol për evladin e vetë është ranë. Ju falenderoj për pesmarrjen e juaj masovike, që keni ardhur sot në përcjelljen e djalit tonë të dashur, shokut juaj, mikut, dashamirit, kuptoj të arsimit, gjithmonë do të jemi me njës. Unë si prindi i tij, më ka lëndu dhe shpirtnisht më ka sakatu. Po na vjen mirë që ka lënë bashkëshortën më pa dy vajza dhe një djalë si drita. Prindi me fol për evladin e vetë është ranë, po ma mirë flasin shok me dashamirët. Vërtet si fëmijë në familje të madhe ka qenë i dallur i urtë. Zasi mirë dhe i mirë. Arriti të punësohet, arriti të kryej gradat më të larta shkencore, magjistraturën dhe doktoranturën. Deri te profesor i universitetit, thirrje akademike. Kjo për ne është një krenari edhe një mburje, por humbja e tij, jeni të bindur se është një humbje që mund duket e pakompenzueshme. U punësu në shkollën Loyola, në gjimnazin Loyola. Të gjithë nxënësve, shokëve, miqve, bashkëpunëtorëve, të tyre që kanë kontribuar në përkrahjen e fatonit, sinqerisht edhe miqësisht gjithmonë do të jemi me njës. Arriti edhe në universitetin UBT të bëhet profesor i matematikës e informatikës. Për ne një krenari e madhe. Fjalit e fundit t'ju thëmë që fola me tonë dhe në shtunën, gjithmonë në thonë ke djalin edhe vajzën vetë që i kam atje janë kujdesshëm, babës më si të regojnë. Ta shfaton librat kanë rami marrë veç më të regojnë shifrën, në 5-4-3, ta babë të kalzoj mas dite. Mas dite na e lajmi se fatonin drejjet. Ju jemi mirë njës edhe të gjithë bashkëpunëtorëve të UBT-s, sidomos ishtë nxënësës time Linda, Suarek që ka shkollën e mesme, dhe Lamirit, të cilët ja kanë bajtë orët pa fije pritese, dhe shokëve tjerë, rektorit universitetit, profesor doktor Edmond Hajrizit, i cili asnjëherë nuk ja kanë ndërprej pagën, gjithmonë do t'jemi me njës për këtë. Unë një gjë e di, se kjo është një humbje madhe, jo vetëm për familjen, për ne, për rrethin shoqëror, për miqësinë, shoqëni. Është një humbje madhe edhe për shkencën kosovare, arsimin kosovar, sepse të arrihet një doktor shkence vetëm mundimi i tij dhe joli i tij. Një profesor i universitetit duke dhënë kontributin për ata mësimdhënë që kishin mësu, me një rast ka shkruar një thënie kështu. Profesor të nderuar dhe të dashur, keni qenë më të mirë, tu ka punëtor të arsimit, ka 33, prandaj ndoshta mojnë me. Profesor i të dashur, keni qenë më të mirë. Kur s'kemi mju harru, me ne që keni punu, na keni mësu, na keni aftësu, viti na i keni shkurtu, na keni bo njerëz me vlerë, me na njoftë dhe njerëzit tjerë. Ju, për ne do të mbeteni jo të mësus njët, por shok dhe miq të vërtet. A ka ma mirë se arsimtari me të mjetë edhe shok edhe me këtë për jetë. Në fund, ju falenderoj sinqerisht të gjithëve, në emër të familjes, ju shprehu edhe juve ngushtimet më të sinqerta, po na vjen mirë që kemi familjarë, shtëpinë shoqërore kemi plot, dhe për te inshallah dhe Kosovës do t'i letë për ta. Inshallah Zoti mëshiron. Inshallah neve Zoti na jep gajret e ato për xhenet. Ju falenderoj shumë nga zemra.